Edhe pse në deklaratën e saj prokuroria e përgjithshme mohoi përfshirjen e kryeprokurorit Adriatik Llalla në incidentin e 3 tetorit, kreu i shoqatës së prokurorëve Shkëlqim Hajdari pretendon të kundërtën. Sipas tij, kryeprokurori Llalla jo vetëm u përfshi në konflikt, por e ka gjuajtur atë edhe me grush në fytyrë. Gazeta shqiptare disponon një letër që i shkreu i prokurorisë së apelit Hajdari, i ka dërguar presidentit Nishani, kryeministrit Rama dhe kreut të kuvendit Ilir Meta, ku i vënë në dijeni për gjithçka ka ndodhur atë ditë. Hajdari sqaron në detaje se koha e ndodhjes së incidentit ka qenë nga fundi daljes së rezultatit për antarin e bordit të shkollës së magjistraturës. Sipas tij, zoti Llalla duke mjaft i tensionuar. Prokuroria Ida Ahmetliu ngulte këmbë t'i jepte fjala për të paraqitur një mocion mosbesimi për shkarkimin e Hajdarit nga kreu i shoqatës së prokurorëve. Shkëlqim Hajdari thot mëtej se e kërkoi Llallës të ndërhyjë për të ndaluar zonjën në fjalë, pasi kërkesa e saj ishte në kundërshtim me statusin e shoqatës. Prokurori i përgjithshëm në këtë moment e humbi kontrollin dhe dukej në një gjendje psiqike të rënduar, gjendje që e çoi në një shfrim fyrjesh të rënda që për etik nuk po i shkruaj, dhe më e keqja pas kësaj arriti të më godas me grusht në fytyrë. Pash shenja të qarta konvulsive të gjymtyrës deri në një këputje prej të sëmuri dhe atëherë dëgjova kolegun Bujar Shehi që më kërkoi për të dalë nga salla. Kërkuan të gjithë të ruaja qetësinë, të përmbaja emocione dhe të mos e bëja publike këtë ngjarje të rëndë, për të ruajtur institucionin e prokurorisë. Për më tepër besoj se ngjarja është e filmuar nga kamerat e sigurisë në Hotel Tirana International. Mëteja i akuzon Llallën jo vetëm për këtë incident të rënd, por dhe tentativën për të futur në rendin e ditës dhe pa praninë e tij, një procedurë të palishme që synonte shkarkimin e tij nga posti kreu të shoqatës së prokurorëve. Sipas Shkëlqim Hajdarit, jo vetëm procedura ishte e palishme, por dhe zgjedhja në këtë detyrë Anila Qilimit ishte totalisht e palishme pasi kjo nuk ishte antare siç e kërkon statusi i shoqatës së prokurorëve. Shkëlqim Hajdari shkrua në fund të letrës se nuk është prononcuar në shtyp deri tani për këtë ngjarje, pasi fillimisht donte të vinte në dijeni autoritetet më të larta të vendit, dhe se kjo situatë sipas tij çon në dëm të ligjit dhe në dobi të krimit të organizuar.